të jashtëzakonshëm, organizatën e trinjve e të grave që punuan ditë e natë, si dhe votuesve tanë besnik që me guxim, me shpirt, me zemër na dhënë këtë fitore historike. Po ashtu duhet t'i falenderoj të gjithë pjesëmarrësit në këtë garë elektorale dhe t'i përgëzoj për suksesin e arritur. Vota e sotme për ne është kurorëzimi një rrugë që e nisën para një viti me dinjitet e besnikëri. Atëherë shqiptarët kërkuan ndryshim, kërkuan shpresë, kërkuan dinjitet dhe sot ajo kërkesë u volos me votën për vlen. Sot qytetari foli dhe u shpreh qartë, mjaft më me mashtrime, mjaft më me folklor, mjaft më me premtime boshe. Oferta jonë fitoi sepse ne ofruam punë, vizion dhe besim. Ne nuk i friksuam njerëzit, po i frymëzuam. Ne nuk i ndam qytetarët, por i bashkuam. Dhe për këtë qytetarit na shpërbleu me votë dhe besim. Në anën tjetër, kundërshtarët tanë s'kishin asgjë për të thënë. Ata bën një fushat të zbrazët të dëshpëruar. As ekstremizmi, as gjua e urrëties, as tentimet për të ndezur ndjenjat nacionale nuk i shpëtuan. Sepse shqiptarët nuk mashtrohen, mos sot qytetari shqiptar tregoi pikuri politike dhe e dërgoi në pension politik në krahas të vjetër e të vjetruar një politik të konsumuar. Prandaj sonte po i drejtohem kundërshtarit tim politik, Ali Ahmetit, me plot respekt, por edhe me qartësi, ky çasti kur duhet të tërhiqesh. Vota e shqiptarëve të dërgoj në pension politik, kështu që uroj nga zemra ditë të qeta e të gjata pensioni. Koha e vjetër mbaroi dhe po fillon një kapitull i ri. Kjo fitore është fitore e popullit shqiptar, e secilit aktivist, e secilës familje që besoi, punoi dhe votoi për ndryshim. Prej nesër fillon puna e madhe. Prej nesër vazhdojmë të punojmë në të ardhmen tonë me guxim, me përulësi dhe me përkushtim ndaj qytetarit. Si dhe të dëshmojmë se ndryshimi nuk është vetëm fjalë për vepër. Urime fitoria shqiptarëve, urime fitoria e shpresës, urime fitoria së ardhmës, rov vota lirë, rov vlen. Заради времето немавме време да преведеме, но користам прилика на Дуи Ахмети, кој што се залага за легитимитет, да им честитам за победата во Пласница. Додека во другите општини убедливо води Влен, тука сме во чаје да ја прогласиме убедливата победа уште во првиот круг и сакам да се им заблагодарам на сите граѓани, на сите гласачи, на сите активисти, на форум на жени, форум на млади, до сите заедници, но битката беше за легитимитет. Тие посакува да се мериме уште еднаш во Чаири Тетово и во Чаири Тетово убедлива победата на Влен и така да и во други општини исто така доаѓаат резултатите од Тарачиново па се до другите албански општини дека Влен е легитимен, Влен е победник на овие избори. Колку општини очекувате уште во првиот круг? Колку општини очекувате да ги водите по завршувањето на локалните избори, односно и по вториот круг? Очекуваме уште во првиот круг да потенцирам дека кај што тие се мислат дека се фаворити, во Врапчишта мислам дека нема цензус и се пропаднати изборите, така да и во Гостивар се очекува на границе да нема цензус, а заедно беа и Ахмети и Таравари, значи се гледа кој е ученикот нивниот ученок, значи и таму кај што мислат дека се најаки, таму се соочија со недоверба од граѓаните. Ние очекуваме дека уште во првиот круг ќе имаме 4-5 општини и ќе водиме во повеќето општини, албански општини на ниво на државата. Благодарам.